Përshëndetje shikues të televizionit Dukagjini, emisionit Shishëm. Jemi edhe sot këtë të diele pas ditës, sikurse çdo herë tjetër, çdo javë tjetër, ku përmes frekuencës tonë përcjellim receta të ndryshme, përcjellim biseda të ndryshme, por edhe ju sjellim profile të ndryshme, të cilat domosdoshmërisht kanë për me rrëfy diçka të rëndësishme për juve gjithsesi. Por që sot, përveç profilit të cilin e kam të larmishëm në studio, sa ma shumë që përrim me të po mësoj se kush është, por që ka sjell, sikur se është vetë unë, ka sjell edhe recetën taket të veçantë në studion e Shishëm sot. Ka përcjell ose na ka tregu që sot ka zgjedhur me përgatit një recetë që në përbërjet e saj, përbërësi kryesor është hitha. Një prej bimëve të cilët na dhuron natyra edhe që kemi shumë shkurt këto 2-3 muajt e pranverës, por që e veçanta e kësaj është që mysafiri ynë e kultivon atë dhe mund ta përdor edhe gjatë tërë vitit. Kështu që për mos më zgjat më shumë, me ftu në studio mysafirin ton të nderuar dhe ekspertin e shumë fushave, po specifikisht në fushën më të ndjeshme në vendin ton në arsim, por edhe ka profile të ndryshme të cilat gjatë emisionit kemi zbulu. Me juve sot dhe me mua në studio për me gatu një recetë dhe me bisedu shumë çka është Argjend Osmani, të cilin e ftoj më marrë në studio. Mirë se erdhe, zotëri Argjend. Mirë se qeta. Si e? Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit juve që e keni konsideru ftesën dhe jeni marrë në studio. Kënaqësia ishte ime. Është hera e parë që njerëzit mundin me të parë në koncept si emisioni Shishëm, a? Po, sigurisht hera e parë, faleminderit. Njerëzit janë mësuar të parë në dhënien e këshillave për arsim, për Po, është shumë e vërtet, kom pas nderin dhe kënaqësinë që t'jem në shumë intervista dhe në shumë diskutime për tema kryesisht rreth arsimit, zhvillimit ekonomik e kështu me radhë, mirë po asnjëherë në një dimension të tillë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që ke gjetë marrë për shkak të krejt ngarkesës që e ki në aktivitetin dhe dinamikën e jetës tonë të përditshme që e ki. Të dielën ta kena marrë pak, po besoj që ka më qenë e këndshme edhe për ty. Po, sigurisht është kënaqësi e veçantë. Faleminderit shumë. Kjo është kohë ndë juve, ku edhe kena me përgatit recetën, ku për pak kemi me fillu edhe mi prezentu ato, e po që gjithçka jeshile është. Po. Si muje. Po, sigurisht, me qenë se jemi në stinën e pranverës, kam zgjedhur një recetë, kisha me thonë bio ose me produkte natyrale që sa do pak ta promovojmë tek popullsia jonë përdorimin e recetave të tilla që janë shumë të shëndetshme dhe shpresoj që të ndikojmë sa do pak në Kam ju pëlqyer dhe po besoj ka më bë pjesë e librit të tyre të recetave të gatimit që i kanë, e sidomos ato faqet e mesit që janë pakës ma e kanë një farë unitet për shkak të rëndësisë që kanë edhe dojnë me hongër njerëzit healthy. Po, sigurisht po. Faleminderit për përkushtimin. Derisa ne të nisim gatimin dhe të nisim biseden me zotri Argjendit që kam ju referu Argjend, se dyshysh pe bojmë ma frandë, ja? Po, gjithsesi. Na gjithsesi është koha me falenderu sponsorin ton të emisionit Shishëm, dentistin e familjes i cili sponsorizon emisionin ton në të njëjtën kohë është edhe pjesë e këtij emisionit me vaucherin e tyre të cilit ju dhurojnë të gjithë shikuesve të cilët na përcjellin receta me përbamje dhe me impakt direkt që kanë në mirëmbajtjen orale të dhëmbëve, por edhe në atë të lëkurës. Secili prej juve që konsideron sikurse sot mysafirin që kemi me një recetë shumë të veçantë, që konsideron që ka një recetë e cila ndikon në mirëmbajtjen e dhëmbëve dhe të lëkurës na përcjellin në emailin të cilin mund ta shihni për pak poshtë dhe në gjithsesi do ta konsiderojmë dhe ju dhurojmë një vaucher me shërbim në vlerë 100 euro. Faleminderit doktor Albertit dhe Anita Syla. Dhe po kthehemi dal nga dal në studio. Argjend, sa që kjo që kemi na gatu sot, sa është e rëndësishme me ditë secila moshë? Fillimisht më lejoni që ta jap një sqarim pse kam zgjedhur pikërisht këtë recetë. Natyrisht, siç e dim, ne jetojmë në një dinamizëm të shtuar, kisha me thonë, por kjo ka sjellur edhe ndotjen e ambientit, ka sjellur edhe probleme dhe sëmundje që njerëzit sot ballafaqohen. E pikërisht kam menduar që ta prezantoj si recetë aplikimin e hithave, të cilat mendoj se janë shumë të dobishme për organizmin ton. Përndryshe në literaturën që kam pasur rastin të lexoj, hitha emërohet si mbretëresha e bimëve.
dhe është një bimë unike që ndikon në shumë aspekte në shëndetin tonë, ndikon në detoks të organizmit, ndikon në largimin e sigurisht toksinave, por edhe gjitha atyre substancave të dëmshme, por edhe në regenerimin e organeve të brendshme. Dhe me një fjalë, për një kohë kaq shkurt është pothuajse e pamundur të përmendim gjitha benefitet që janë prej kësaj bime. Në anën tjetër, atë që dëshiroj ta theksoj ndoshta është që duhet pasur kujdes, do thotë kur i kultivojmë dhe kur ti përdorim këto bimë, për shkak se në mjedise ku ka ambient shumë të ndotur ose prezencë të helmeve, të tymet e të veturave që qarkullojnë vazhdimisht në për ato hapësira ose në atë rrëthin, do thotë mendoj se nuk është shumë e shëndetshme që të përdoren, është e udhës dhe e dobishme që njerëzit ti marrin dhe ti përdorin këto hitha të cilat janë rritur për shembull në viset malore, ashtu si që edhe i kam sjellur edhe unë. Ku i ke marrë këto hithat? Se shikuesve, para se më na shpjegu, po ju tregoj që hithat nuk i kena vlina, nuk i ka vli stafi i sheshëm, po i ka pru Argjendi vetë. Dhe po e shihni që janë hitha të cilat janë kultivu me mënyrën e tharis, a? Po, këto janë të thara për shkak se si që edhe përmendet, duhet pasur kujdes që të jenë të kultivuara në ambient të pastër dhe në këtë kontekst këto janë sjellur nga shala e Vajgorës, ku familja ime posedon atje prona dhe ne vazhdimisht jemi çdo vikend ose çdo pushim në Bjeshk për relaksim, por edhe për kultivimin e bimëve të tilla. Po sigurisht i marrim më të mirat dhe më të pastërt, pra ku nuk ka absolutisht ndotje të ambientit dhe pastaj ato i lëmë të thahen në hije dhe zakonisht tharja mund të zgjatë 5 ditë ose 6 ditë dhe mandej janë të gatshme dhe janë në këtë formë. Nuk është e preferuar dhe mirë që këto të thahen në diell për shkak se rrezet e diellit janë shumë të forta dhe e marrin një ngjyrë të kaftë që besoj se nuk është mirë të përdorshme, ose edhe patjetër hupë dhe vetit. Këto mandena i përdorim gjatë gjithë vitit, përndryshe nuk është ndoshta keq të përmendi për shkak se ndoshta është tepër personale, por unë jam me smundje kronike dhe duhet vazhdimisht të përdori preparate dhe bimë dhe ilaçe për të trajtuar ato probleme shëndetësore që i kam. Dhe njëra prej gjëra që me të vërtet më kanë ndihmuar tepër është pikërisht hithat. Do thotë kam vërejtur që ndikon shumë mirë në organizmin tim, por ndikon në veçanti në organet e tretjes, e përshpejton metabolizmin dhe jap një ndjenjë të relaksimit, por edhe një ndjenjë të brendshme, të qetësisë së brendshme në kuptimin funksionimit të mirëfillt të hormoneve dhe kështu me radhë. I përdorim përpos supës, do thotë i përdorim edhe në formë të çajit dhe mendoj se është dhe ajo një formë e mirë. E di që këto rënjet ose kërcyllit që quhet, nëse e kam adekuat shprehjen, është shumë i mirë në zirjen e tij dhe konsumin e lëngut që e liron hita. Por që si njerëz ikim diçka hitës, ose na frikzon për shkak të djegjes që na bën, po edhe kjo djegja me aq sa kam lezu momenti kur ke kërku me bë këtë recetë dhe djegja e lëkurës nga hita e ka benefitet e veta shumë të mëdha. Po, është shumë e vërtetë. Fillojmë edhe gatujmë edhe flasim. Po, sigurisht. Enti ki poshtë patjetër çka do të duhet. Ndikon natyrisht edhe ajo djegja ka efektin e vet, mirë po siç thash, shumë e preferuar pra që të përdoret në pranverë për shkak të rrëmjes së imunitetit dhe nevojës së organizmit, do thotë për të larguar toksina dhe ato për të krijuar balansin e mirëfillt të hormoneve. Po.
sasia që jo liresh mundesh me i marë. Sasia e hithrave që i merni edhe i thoni, a është e madhe dhe a bani edhe për të tjerë, a zakonisht i bani për nevojat e juja? Ne zakonisht i bojmë për nevojat tona. Sasia mund të shkojmë deri në 5-6 kg në vetë, që i thojmë, për shkak se këto kanë shumë peshë të vogël, janë shumë të lehta, por që kjo na mjafton pastaj për tër vitin. Jo, nuk janë që kemi në ndonjë biznes që i shesim ose diçka, por vetëm për konsum të tonin dhe ju japim mexhve, njerëzve që munden eventualisht të kenë edhe ku ta dinë probleme shëndetësore ose kur ju tregojmë receptat tona se si i përdorim në çaj ose në supa ose në forma tjera, do thotë gjithmonë është mirë që edhe mja u dhonë një sasi që ata me pas mundësin. Edhe mësohen tani dikur. Po, edhe sigurisht edhe mësohen me i përdor edhe shumë informata dhe shumë përmbajtje definitivisht bima hitës. Derisa agjendit fillon me përgatitjen e produkteve që nevojitet çka do që duhet, të lutem, jemi këto dhe të ndihmojmë. Unë duna me prezentu gjithçysh recetën të cilën e kam zgjedh, edhe të cilën fillova me bë, sepse po du me ungut, jo me ik me prezentu, po du me ungut sepse kena shumë çka me fol për te hitrës. Po që musafiri jam i nderuar ka zgjedh me fol për hitrën dhe më pas më na shpjegu pak më shumë sene të krejt aktivitetit të tij që zakonisht e bën dhe që ka një profil shumë, po që shumë të mirë të jetës së tij. Kështu që me hithën, po më duket me hithën e krytëm. E krytëm. Edhe po dalim në gjana të cilat kanë një impakt shumë, po që shumë të rëndësishëm te asaj se çfarë ti ke kontribu dhe që çka ti vazhdo me kontribu për më të mirët tanë. Po, sigurisht. Përderisa unë ta prezantoj, gjithsesi edhe po tregoj që kam zgjedhur përgatit një sallatë shumë të thjeshtë, një sallatë e cila ka 1, 2, 3 ose 4-5 përbërës që i kemi zakonisht në shtëpitë tona, në frigorifer. Pulën ose mishin e bardhë të pulës, gjoksin e pulës, e merrni e zieni në ujë, i shtoni pak krip, e bëni në fije dhe i shtoni fasulën e kuqe, sepse edhe kjo, sigur se hitha që thamë, ka jashtëzakonisht shumë të mirat e saj në konsumin e saj që na zakonisht e konsumojnë vetëm fasulën e kuq, fasulën e bardhë fakt dhe të kuqin e kemi jo shpesh në recetat tona. Më pas kemi me shtu trangu i turshi, një qep të kuqe dhe kemi koz grek dhe pak majonez, krep, vaj ulliri dhe është një super recetë. Për dekor kam zgjedhur me shtu edhe pak fije majdanozit të freskët dhe limoni është sipas dëshirës të juaj. Unë po ja shtoj edhe pak nga vaj për shkak se i jep shije dhe krep, edhe më jep mundësi receta ime që me zhvillu bisedën me musafirin tim. A e ki të letë me u gjindë në kuzhinën tonë? Po, shumë mirë, po. Po që po doket që gatun edhe në shpe? Po, mund të them që e kam një përvoj, edhe më pëlqen gatimi. Gatimi atë pëlqen për shkak nevojës tonë që veç të ka ardhë, për shkak shëndetit, apo që e ke pas edhe më herët? Po, jeta ashtu, si thonë, unë ka përplas në disa aspekte, kështu që unë si fëmijë, do thotë moshën 16 vjeçare kam humbë nanën, më ka vdeksht edhe pastaj si i ri, se 16 vjetë bashkë edhe fëmijë i vogël s'kam qenë, po është dashur të mësohemi, e mandej kështot gadal, do thotë kam mësuar fillimisht prej nanës, mandej na kam mësuar prej motrave të mia, e mandej kam vazhdu të mësoj edhe në kohën sa kam shërby në ushtri, kom qenë si ndim si kuzhinjerit. Edhe kjo ka qenë një përvojë interesante, do thëtë që sigurisht më ka dhënë mundësinë me mësu shumë gjona në kuzhinë. Shumë mirë, kjo është më mirë. Në tenxhere ke edhe brokolin, a? Po, brokolin do ta ziejmë së bashku me bizele, për shkak se si që thamë, këtu kemi të bëjmë me një supë
të shëndeshme, edhe pastaj këto do t'i zimë së bashku, edhe me zilja hitha. Procesi zilje si ka 10 minuta? Po, ashtat, do t'i zimë dhe mandej do t'i bluajmë në blender, duke natyrisht duke ashtuar edhe hithat që thamë ato duhet të zihen së bashku me perimet e tjera. Hithat gati në fund ishtë në zilje? Po. Okej, mirë shumë. Sa si të ujtë kime shtu këto? Lirisht vendosi, lirisht. Po, kjo parafërsisht do thotë do të mundohemi që ta aplikojmë me, po, falënderoj shumë. Bizele janë dikon 100 gram, është fjala për një supë për 4 persona, mandej edhe brokoli ashtot dhe në fund hitha të thotë është një sasi, me thonë, dikon 50 gram, dhe është ajo ma shumë, po. Prej asoj që ka po shohim në përbërës, nuk kemi dyshim që kemi pas një super recet. Hithat po t'i vendosi këtu, që me mos një haru, dhe limonin e ke... Limonin edhe magdanozin për fund. Për fund. Okej, na mirë shumë, një super recet po du, se me zis po më pritet me dalë në temat e cilat kemi mi trajtu sot. Si konsulent në fushën më të ndjeshme të vendit tonë, e që fatkeqësisht nga shumë raporte ndërkombëtare radhitemi jo mirë për shkak të cilësisë. Sa është koha juve që keni kontribu në konsulencat në arsimin e vendit edhe çka kryesisht është kërku dhe çka është e nevojshme në fushën e arsimit që të rehabilitoni këshillimet e juaja? Karriera ime do thotë ka filluar me të vërtet për një kohë shumë të gjatë dhe kam pas rastin që të punoj do thotë qysh prej viteve të para të mbas luftës, vazhdimisht jam marrë me projekte që kanë qenë të ndërlidhura me fushën e arsimit. Në fillim kam punuar shumë, do thot, me arsimimin e të rriturve. Ka qenë një projekt i Bashkimit Evropian për krijimin dhe avancimin e burimeve njerëzore të Kekut, pra një projekt për themelimin e qendrës së trajnimit dhe pastaj kemi vazhduar me projekte të tjera që janë ndërlidhur me zhvillimin profesional dhe me arsimimin e mesëm profesional. Kështu që në vazhdimsi jeta ime ka qenë në këtë ose në formë tjetër e ndërlidhme me projekte që janë lidhur me arsimin. Kurse prej vitit 2010 deri në 2014 kam pas nderin të jem këshilltar profesional në Ministrinë e Arsimit me përgjithësi aplikimin e teknologjisë së informacionit në arsim. Pastaj edhe në fushën, kisha me thonë personale më tepër se 15 vite jam pronar, themelues dhe pronar i vetëm i kompanisë konsulente, të cilën edhe uheqe edhe sot, dhe vazhdimisht jam ndërlidh me projekte që kanë ndikuar në format të ndryshme pra në zhvillimin e arsimit. Të qenurit ofër dikastereve të cilat kanë impakt të drejt për drejt dhe menaxhojnë dhe kryojnë strategji se si me u qasë një dukuri e varësisht ministrisë që e ka, por që në këtë rast e arsimit. Të qenurit në të është ma e letë për ty, ose ka qenë ma e letë për ty që me identifiku fushat e rrezikut të ku ka stagnu arsimi, se po besoj që këto vitet e fundit, tash mos me bo një premje, kemi një konsolidim të arsimit pavarësisht anash, që e kam me thonë pjesën e skepticizmit tim në atë se që ka raportohet, sepse nuk janë të gjithë nxënësit ashtu si që pasqyrohen, kam me thonë rezervat e mia mbi atë që ka raportohet, mirë po besoj që kemi një konsolidim. Sa menon ti që të ka ndihmu që me identifiku fushat e rrezikut tu qenë afër ose brenda ministrisë? Mendoj se kjo është një pyetje shumë e rëndësishme dhe padyshim që angazhimi im në kuadër të vetë Ministrisë së Arsimit do thotë më ka dhënë një mundësi që t'i qasem problematikës nga brenda, që ta kuptoj sistemin arsimor duke punuar nga brenda dhe duke i parë si të metat, po ashtu edhe përparësit të cilat i ka. Mirë po, unë kësha me thonë që
përvoja ime ka qenë bukur e larmishme, dhe thotë duke filluar nga përvoja me organizatat ndërkombëtare, organizatat e huaja, që për një kohë shumë të gjatë, dhe thotë kam punuar me to, pastaj duke vazhduar me sektorin publik edhe punësimet të drejt për drejt në Ministrinë e Arsimit e mandej në fund natyrisht mos ta neglizhojmë edhe sektorin privat. Pra kjo më ka dhënë një mundësi që ta shoh fushën e arsimit dhe ta analizoj nga këndvështrimet të ndryshme dhe të mund të vinë në përfundime ndoshta që kanë qenë të rëndësishme. Padyshim që angazhimi në Ministrinë e Arsimit ka lënë gjurmë të pashlyeshme dhe është një përvojë e papërsëritshme, por që fatkeqësisht jo edhe gjithçka që kam por aty ka qenë pozitive. Do thotë normalisht. Tash nuk po du me hi ndoshta në krejt ato me qenë gjithçka perfekte, besoj nuk kemi nevojë për konsulenca. Sigurisht. Por në aspektin e angazhimet mia mandena që kanë qenë me organizata të mëdha donatore, sikur që është Bashkimi Evropian dhe të tjera, do thotë nuk ishme qenë e mundur në ato nivele të menaxhimit dhe të ekspertizës ku unë kam punuar dhe edhe punoj edhe tash pa atë background. Pra, mendoj se ka qenë përvojë shumë e mirë dhe kisha me thonë që fusha arsimit don një intervenim dhe një qasje të përmirësimit në aspektin multidimensional. Nuk kemi të bëjmë vetëm me një fushë të caktuar ku mund të themi duhet ta rregullojmë pa e ma shembull ose të intervenojmë në infrastrukturë dhe pastaj tjera do rregullojnë. Jo, nëse nuk është intervenimi multidimensional dhe nuk përcaktohet si prioritet nacional, atëherë mund të themi që nuk do të jemi në hap me kohën. Nuk do të jetë efekti që e pritni. Por që konsulenca zakonisht kur i konsiderojmë dhe kur flasim për mbështetje nga kushdo qoftë edhe nga organizata sikurse ose institucionet të kredibile ndërkombëtare të cilat kanë mbështetë dhe vazhdojnë me mbështet vendin tonë në fusha të ndryshme, përfshirë edhe arsimin, çdo herë i referohemi ose drita jonë është direkt të nxënësit. Sa mendon ti që drejt këtij niveli duhet të ketë konsulenca edhe në ndryshimin e pikpamjes dhe qasjes së mësimdhënësve ndaj nxënësve, sepse e kemi një përplasje të jashtëzakonshme për shkak të mendësisë të atyre të cilët kanë qenë ku periudha e jetesës dhe mënyra e jetesës ka evoluar në formë të jashtëzakonshme dhe kemi mësimdhënës të cilët i ka zënë ky tranzicioni i madh dhe kemi nxënës të cilët kanë lindur pikërisht në këtë tranzicion dhe idetë e tyre fatkeqësisht nuk përputhen dhe si rezultat i kësaj kemi shpeshherë reagime ose forma proteste në kuptimin e reagimit, jo të ndonjë marrje të iniciativës, që mos me nxjerrë në shkallë dhe rezultatin që e presim. A menon që konsulencat pak do të mos sillen edhe ka arsimtarët, profesorët, mësuesit? Definitivisht që duhet punuar, siç edhe thash, në shumë drejtime. Ndoshta s'jam i tepër nëse theksoj që në jetën time kam pasur rastin dhe nderin që të vizitoj dhe shumë vende të tjera, në mesin e tyre dhe vende shumë të largëta, siç janë ato të Azisë Juglindore për shembull, ose edhe të Afrikës, ku njeriu mos flasim për këto vendet e Evropës, ku me të vërtetë zhvillimi ekonomik edhe qasja ndaj arsimit është me të vërtetë tepër pozitive. Por ajo që mendoj se i mungon në mas të konsiderueshme tash, normal duke përshtatur pak edhe diskutimin për audiencën, është që të punohet dhe të mundohemi ta bëjmë shkollën të dashur për nxënësit. Pikërisht. Dhe abot nga të dyja palët këtu. Po i quaj palë edhe nxënësit. Po, definitivisht. Edhe administratën e shkollës, edhe mësimdhënësit. Definitivisht kjo mungon në mas të konsiderueshme mungon në shkollat dhe në sistemin tonë arsimor dhe unë e kam cekur shumë herë, do thotë paramendoni në një shtet, edhe pse mund të themi shtet i vogël, po nuk jemi edhe aq prapambetur, me ju tregu çka kompone, çfarë prapambeturie dhe çfarë kushtesh për shembull i kanë të punës në Afrikë, do thotë njerëzit do të merroshin, mirë po ajo është realiteti. Ne tash nëse krahasohemi me shtetet super zhvilluara të Evropës, i shtosh faktikisht t'i marrim ato si shembull dhe të mundohemi t'i arrijmë ato nivele. Mos harrojmë se atje punohet vazhdimisht dhe
mundohen që të bëjnë edhe hulumtime, ta mosin në një formë ose në një formë tjetër, të mosin indikatorët e caktuar se sa janë të kënaqur nxënësit me ato kushte dhe me atë qasje që ofrohet në përshkolla. Do thotë kjo në aspektin e motivimit të brendshëm ndikon jashtëmase në performancën dhe sukseset e tyre. Por që deri më tash nuk mund të themi që qeveritë tona po mendoj kalun shumë vite prej që jemi shtet i pavarur, por unë personalisht nuk mund të them se jam i kënaqur me atë që është bërë. Mendoj se ka pasur mundësi dhe ka ende shumë mundësi të mira për të zhvilluar, dhe ne jemi borxhlim ndaj rinisë tonë që t'i ofrojmë kushte të mirëfillta të studimit. Por që t'avnojmë theksin që mos të flasim në kuptimin që kemi një arsimim të totalisht të një lloji që nuk ishdosh të jetë ende, por që kemi nxënës të cilët nga ky sistem kanë nxjerrë më të mirën dhe që sot japin kontributin e tyre dhe në vendet më të zhvilluara. Dhe kjo na bën më undi mirë, sepse çdo herë ka përjashtime në çdo shkollë në çdo vend. Një pyetje tjetër që lidhet pikërisht me aktivitetin tonë. Kur zakonisht realizoni projekte dhe krijoni qëllime mbi projektet që i propozoni, a keni pas një projekt ose a keni prek fusha që mendoni që nuk janë të përfshirë në programet shkollore, por që do të jetë imediate përfshirja atyre për shkak të formimit të plot të një karakteri të një fëmije, të përfshi edhe të bërit ushqim, të ushqyerit shëndetshëm, më pas jeta ose tema tabu që unë personalisht, si gjenerat e imja, kur kemi mri të lëndët, të cilat kanë qenë të dedikuara për kujdesin e trupit tonë, në të gjitha format e kemi kaluat faqe, bashkë me mësimdhënësit e tonë. Po, me të vërtet është shumë e rëndësishme që fëmijët të përgatiten për jetën. Rinia jonë faktikisht ka nevojë që të mësoj dhe të përgatitet për sfidat që e presin dhe natyrisht trajtimi, ushqime, përgatitja, ushqimi i shëndetshëm dhe kujdesi për shëndetin tonë është njëra prej prioriteteve më të rëndësishme për secilin person. Unë nuk mendoj se kjo është mjaftueshëm e përfshirë në kurrikulën tonë. Kjo edhe ndodh për faktin se ekzistojnë mundësi të kufizuara nëpër shkolla që ata të praktikojnë, për shembull, përgatitjen e ushqimit të shëndetshëm dhe nuk ka kampanja vetëdijsuese të mjaftueshme që do të ndikonte faktikisht në vetëdijsimin më të mirë të rinisë sonë që të mos hajnë ushqime të pashëndetshme, përfshirë edhe të ndihmoj? Po, nëse vën. Okej. Më fani. Përfshirë dhe do të mos përdoren ushqimet e pashëndetshme ose ato me shumë sheqer, sikurse që me të vërtetë është masovizuar tek rinia jonë, edhe kjo po ndikon në obezitet, po ndikon edhe në shfaqjen e sëmundjeve kronike në moshë shumë të re, që është me të vërtetë një tragjedi. Ndoshta s'është jam i tepër nëse e theksoj që në njërin prej vizitave që kam pas rastin ta bëjmë në Sloveni, kam parë që edhe shkollat, po flasim për shkolla të rregullta, jo për shkolla profesionale, po shkolla e rregullt që ka në posedim një pemishte, që ka në posedim edhe kopshtin me sera dhe ku e bëjnë kultivimin e perimeve, pastaj kujdesën për pemët. Kur thu shkollë rregull, konsideron gjimnaz. Duhet edhe një gjimnaz të ketë parcela apo vetëm shkollat bujqësore, sepse na kështu e dim vendin tonë. Po, na e dim ashtu, mirë po, në Kosovë është ashtu për shkak ndoshta që, siç edhe unë thash, nuk është përcaktuar asnjëherë arsimi si prioritet nacional. Mirë po, në shtete tjera të jeni të bindur që fëmijët e mësonin trajtimin e ushqimit, kultivimin e ushqimit, pastaj rritjen dhe ruajtjen e tina, po duke përfshirë edhe gjona që janë edhe më të avancuara, sikurse që është, për shembull, kujdesi ndaj pemishtës. Për shkak se, siç e dini, ajo është një formë më e avancuar se don njohuri më të thella. Sigurisht, njohuri më të thella rreth asaj. Por që në Kosovë, për shembull, është absurde që nuk ka diçka të tillë. Hajde nëse s'kemi tek sektori publik për shkak
kushte, po nuk kam pas rastin as në sektor privat të shoh diçka që edhe në ato kolegjet dhe shkollat që kanë pagesa dhe çmime të mëdha, nuk është kjo shkolla rregull që po i referoni? Për fat keq nuk është, ose është shumë pak, ose nuk është në formën e duhur. Ka pas edhe raste të tjera kur fëmijët janë mishuruar shumë dhe kanë kuptuar se sa është e rëndësishme kultivimi i shëndetshëm i këtyre produkteve ushqimore dhe ruajtja, saqë faktikisht shkolla është bërë e dashur për ta përmes këtyre aktiviteteve ekstrakurrikulare, për kujdesja edhe pse jo edhe ndaj shpesve, për shembull shtazve, ajo ndikon në masë të konsiderueshme që fëmijët të çlirojnë atë ngarkesën emocionale, të shoqërohen ose të luajnë me kafshë të caktuar ose me shpezë, cilat janë shumë të dobishme mendoj për zhvillimin edhe emocional dhe por edhe të pjesë socializimit dhe mos të shihen kafshët si diçka të mos shihen si tabu, ndoshta kjo i mungon shumë posaçërisht në viset urbane, do të thonë në Kosovë kemi fëmijë që do thotë i rritur gjithmonë në qytet duke mos pasur mundësi të shoh, të luaj, të vizitojnë ndonjë fermë ku rriten shtazet ose ku kultivohet ushqimi. Të pakta janë të numëruara ndoshta këto. Ajo është me të vërtetë është dëm i madh dhe i kisha lutë prindrit që të vizitojnë, të shkojnë në fshat, të shohin fëmijët se si jeton lopa. Burimi i ushqimit të shëndetshëm. Si jeton një pul, si ushqehet ajo, do thotë këto janë kafshë që rritën treva tona dhe të luajnë me to, t'i shohin, t'i prekun edhe fëmijët knaqen me të vërtet, është diçka që tepër i mungon. Ajo mendoj se neve në mos konsiderueshme si shoqëri na mungon, që nuk ja japim, unë e them nuk ja japim hakun fëmijëve. Do thotë i lojmë ata të rriten, por që kanë deficite të mëdha si në aspektin emocional, si në aspektin intelektual. Edhe formimi i përgjithshëm i karakterit të tyre ka deficite që në mos konsiderueshme ne të rriturit jemi përgjes për ato deficite. Dhe pastaj që e përmende me shumë respekt që tha kur dalin në vende tjera individ saktuar janë shumë të suksesshëm, por ata janë suksesshëm në ato kushtet që atje po i ofrohet. Kemi edhe këto njerëz të suksesshëm, mirë po që definitivisht për shkak që sistemi jonë nuk është më i miri, po rezultatet po tregojnë që është prej të dobtëve dhe rezultatet në testimet ndërkombëtare janë për çdo keqardhje. Do thotë nuk jemi duke u dhënë mundësinë e duhur të rinjve tonë. Ky është mesazhi. Mesazhi. Po besoj që keni me vazhdu, me monitoru, me auditu në kuptimin profesional, komplet këtë segmentin e ndjeshmërisë arsimit dhe pikave dhe fushave ku ju i keni konsideruar prej fillimit që ka nevojë për një intervenim të jashtëzakonshëm. Derisa na t'i kthemi edhe një herë bisedës me Argjendin, po se kemi me kalu në një dimension komplet tjetër, në një temë komplet tjetër, një temë e cila na ngjall një emocion të kahershëm, në një temë ku sot fatkeqësisht e pamenduar më herët, por që konsiderohet si diçka që një pendes ndaj aktit të bërë dhe një pendes ndaj veprës së ndërmarrë kohë më parë. Kështu që vazhdoni me qëndru me ne, sepse recetave që ka nisë mu gatu, njëtën kohë vim edhe me një bisedë tjetër, një pjesë të fundit të bisedës me Argjendin, ku kena me folë për një çështje e cila fatkeqësisht është duke u vazhdu me ushtru si temë e cila nuk ishtë dashur realisht, sepse ne ato ngjarje kemi ende të freskëta dhe në kohën kur sot po xhirojmë, në këta muajt e parë të këtij viti, çdo ditë kemi përvjetore të ngjarjeve të rëndësishme që i ka kaluar vendi jonë. Vazhdoni me qëndru me ne dhe ne kthehemi për pak. Po më duket që jena në fund. Argjendi është të rregullu pjatën e vetë për servim të supës dhe unë kam përfundu miqtë e me salatën time. Mishin e kemi zi, e kemi imcu, i kemi shtu pasull të koq, i kemi shtu qep të kuqe, edhe që e kena shtu mëre trongu i turshi, edhe kemi marë majonez edhe kos të trash, grek, i kemi shtu pak krep, pak biber zi, pak limon,
edhe vajulliri edhe u bashkë që kjo qysh edhe pesheni, një super recet, majdanos për mi për dekorim dhe ara të cilat i keni si pas dëshirë. Muni mishtu edhe shek, bëhet perfekt. Argjent, a i kena gati supën me hitna? Gati e kem edhe supa është përgatit, të thëtë pas zirjes e kemi blu, falenderës, e kemi blu, e kemi dekoru pak pjatën edhe do ta shtojmë pra në pjatë. Gryja jo të besoj është e kënaqur me ty. Po shpresoj që po. Po shihet. Po shihet që se cila kish pas qef me pas. Përveç që din me gatu, hala ma mirë është një plus i madh kur din edhe me servu mirë. Falenderës shumë. Argjent, supën kena me provu në fond dhe kena me... A kemi shtu dhe diçka tjetër? Po, mundemi si pas shijes, do të të t'i shtojmë biber, për shembull biber të zi, ndoshta sa për shije, edhe erzat të tjera, do të të si pas dëshirës. Natyrisht, varësisht nga shija e njerëzve, mund të jetë pak më trash ose pak më holl, si që preferojnë. Hitna do të mjashtu edhe pak? Po, mundemi. Sipër. Derisa t'ja shtoj edhe hitna, du mu kthy se kemi edhe shumë pak minuta te pjesa të cilën e paralajmërova për shikuesit e televizionit. Argjenti miqtë me është edhe veteran i 2 luftrave, në njërës në Kosovë dhe tjetrës në Maqedoninë e Veriut. Një shqiptar i dedikuar dhe i përkushtuar për kombin, një patriot i pashoq, i cili përveç që ka luftu në vendin tonë, ka zgjedhur me shku me jep kontributin e tij. Është zakonisht gjërat që provon dhe kalon në vështirësi, njerëzit krijojnë rezerva dhe hezitim me u kthy prap në një front të tillë. Por të kemi ty. Qysh është Argjendi mas sa viteve në këtë pjesë, në këtë kënd? Unë mendoj se kjo ka qenë njëra prej përvojave, mund të them lirisht, më të rëndësishme jetësore, ajo që ka ndikuar në formësimin e karakterit tim. Natyrisht e ndoj mendimin se kontributi që ne si individ mund të dhojmë për lirin e komunitetit ton, për Zotin e për atë dhe thotë është gjithmonë është pak çka duhet me bë dhe ma shumë. Andaj edhe nuk e konsideroj veten që kom po diçka të jashtëzakonshme ose diçka tepër të mirë, por ma tepër e konsideroj një borxh, ndoshta kom qenë borxhli edhe më i madh që është dashur edhe më shumë me bë, mirë po mundësitë edhe atë potencialin që e kom pas atëherë ka qenë ky. Atëherë kam qenë i ri, normalisht nuk ka mundur të pajtohem me padrejtësi që na janë bë, po edhe në anën tjetër duhet ta kuptojmë që ne si pjesëtar të këtij populli, të gjithë, jo vetëm unë, por të gjithë kemi pasur borxh që pak ose shumë, ose aq sa kemi mundësi të mundohemi, do thotë të bëjmë diçka për lirinë tonë. E sa i përket asaj që përmendje për Maqedoni, të kthehesh prapë, me të vërtet 2001 ka qenë një vit tepër i vështirë për shqiptarët. Janë zhvilluar 2 lufta, ajo në luginën e Preshevës dhe ajo në Maqedoninë Veriore, kur shtypja ndaj shqiptarëve, do thotë ka qenë me të vërtet tepër e egër dhe thjesht nuk ka mundur të rri duart kryq dhe të shikoj. Jam bashkangjitur, do thotë, ushtrisë çlirimtare kombëtare në Maqedoni dhe jam munduar që pak të ndihmojnë në atë liri dhe në ato kushte që janë fituar. Përvoja ime që më është mundësuar ta fitoj nga kjo kohë është tepër e çmuar dhe mendoj se më ka shërbyer shumë pastaj, por në anën tjetër ajo që më pengon dhe që me të vërtet e ndjej veten keq se një pjesë e madhe e shoqërisë kanë ndikuar që luftëtarët e UÇK-s, pra ose veteranët, qofshin ata nga Kosova ose nga Maqedonia ose edhe nga Lugina. Ti shohin me dyshim? I shohin gjithmonë me dyshim edhe vjen keq se si krijojnë ashtu të stigmatizim, si krijojnë përshtypje të gabueshme që gjithë pas kanë keq përdorur, gjithë që kanë profiter të luftës, dhe nëse ka ndonjë shembull që nuk është ashtu, do thotë mendoj se jeta ime kishte më qenë dhe shembulli im kishte më qenë më i mirë, për shkak se unë asnjëherë nuk jam marr as me, si më thon, me sektorin
me sektorin publik ose me tenderat që janë dhonë për mes qeverisë, jo marrë me punë të mia, jam specializu në fushën e arsimit dhe pastaj jam inkuadruar në biznes, ku edhe sot e kësaj dite vazhdoj të punoj. Por në asnjë mënyrë nuk kam dashur qoftë ajo të pranoj pension si veteran që e kam statusin e pranuar, ose të përfitojnë materialisht ose në forma tjera ku ta dion nga ky fakt. Mendoj se Kosova duhet t'i trajtoj me ma shumë respekt luftëtarët, sepse këta janë 1% ose më pak se 1% i krejt shqiptarëve të cilët e kanë sakrifikuar jetën. Nuk është nështë tepër për me përmend që unë jam përshëndetur 2 herë me familjen time, jam përshëndet që nuk do të kthehem më. Njëjtë kam vepru, jam shumë i bindur edhe shokët edhe të tjerët që janë nisë në atë rrugë, nuk jemi nisë për me u kthy gjallë, sepse kemi ditë që përballemi me një armik shumë të përgatitur, por ajo që neve na ka mbajt ka qenë besimi, ka qenë lidhja jonë që kemi pasur, lidhja jonë emocionale dhe mbështetja që kemi pasur në radhë të parë në Zotin, por pastaj edhe në respekt dhe në dashurinë që ja kemi ofruar njëri tjetrit. Qëllimet kanë qenë madhore, qëllimet madhore që të punojmë, të bëjmë diçka për të mirën e këtij vendi. Besoj që ne jemi pak si popull impulsiv dhe vlerësojmë shumë ata që si kemi, por vlerën e njëjtë cilën e kemi gjallë duhet ta respektojmë dhe të ndajmë kontributin edhe në luftë dhe kontributin pas lufte. Generalizimin e vendin tonë i gjërave është i jashtëzakonshëm tashmë dhe kjo për shkak se njerëzit kanë përjetuar zhgënjime të ndryshme dhe nuk e kanë atë perceptimin e qartë në atë se çfarë kanë përjetuar zhgënjim. Unë jam jashtëzakonisht falendëruese që ti ke zgjedh emisionin ton me arsa së të premte dhe me nda shumë gjana që besoj shikuesit targeti nuk i ka dëgju dhe i ke shtu edhe ma shumë madhështi emisionit ton me krejt ato që na ke tregu, po edhe me recetin që na i ke gatu. Ju falenderoj shumë për ftesën, kënaqësia ka qenë e imja dhe ju uroj suksese edhe në të ardhmen. Suksese edhe ty në krejt çka ti punon, në krejt aktivitetet e tua dhe po besoj që sikur që para sa viteve ke pas qëllime të qarta, kemi vazhdu me pas qëllime të qarta edhe sepse patriotizmi nuk tregohet vetëm në luftë, patriotizmi tregohet edhe në paqe, në atë se çfarë dhe ti sot përfaqëson në arsimim, në një komunitet dhe në një gjeneratë e cila padyshim nuk ka punashu në fronte konflikti, po në fronte të dijes. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë të gjithë shikuesve të televizionit, të Dugaxhinit, të emisionit Qeshëm, po besoj që përveç recetës të tjerë zakonshme kanë qenë rrëfimet e mysafirit tim dhe recetën shumë të rëndësishme të Argjendit keni me ndjekë në fund të emisionit në titra dhe recetën time. Të dy recetat type nuk mu i mindo, janë shumë të mira, sidomos sallata jam është jashtëzakonshme. Unë ju falenderoj shumë, falenderoj dhe dentistin e familjes, sponsorin ton, Albertin dhe Anitën, dhe uroj që ata që se kanë përcjell krejt emisionin me e pa në kanalin ton zyrtar në YouTube. Deri dielën e ardhshme, mirëmbëjtje nga unë dhe Musafirim.